Tashmë ka filluar regjistrimi i studentëve në Universitetin Publik të Gjakovës, dhe atë në Fakultetin Filologjik degët Gjuhë Shqipe dhe atë angleze, pastaj Fakultetin e Mjekësisë degët Mami dhe Infermieri, si dhe atë të edukimit në drejtimet fillor dhe parashkollor. Interesimi po duket të jetë i madh, në veçanti për degën e gjuhës angleze. Disa prej studentëve na treguan për përcaktimet e tyre në këtë fakultet. Dia u hap konkursi për në erdha sot për më paraqit për me apliku për fakultet për Mami. Shpresoj se dhe tjertë si korona kam më pranu. Jo marrë me regjistru, me i pru dokumentat dhe më thonë për regjistrim, me në program fillor, puna se jo marrë dhe është se më pelqen këtë drejtim edhe më pelqen më marrë me këto. Konkursi do të jetë i hapur deri me 23 korrik, kurse me 26 dhe 27 korrik do të mbahet provimi pranues, kurse me 30 korrik do të bëhet publikimi i rezultateve. Ndërkaq pranimi i ankesave bëhet me 31 korrik dhe 1 gusht, të cilat do t'i shqyrton komisioni. Dokumentet që kërkohen për regjistrim janë certifikata e lindjes, dëftesat e të gjitha klasave të shkollës së mesme, diplomën e shkollës së mesme, 4 fotografi si dhe letër njoftimi, ndërsa akoma nuk është bërë ditur se cili program tjetër do të hapet për afatin e gushtit, sepse për këtë afat nuk është bërë ditur.